Mirë se vini në ditën e 6 nga 7 ditët e qetësisë. Sot, ne do të shqyrtojmë një nga cilësitë më të rëndësishme që duam të sjellim në praktikën tonë të vëmendjes, durimin. Filloni duke gjetur një vend të qetë për të ulur, ku nuk do të shqetësoheni, qoftë në një jastëk me këmbë të kryqëzuara ose në një karrike me këmbët në dyshemi. Uluni rehat me një shpinë të drejtë dhe mbyllni sytë. Sillni vëmendje në trupin tuaj dhe filloni të relaksoheni. Gjithnjëherë më shumë, vendoseni përqendrimin tuaj tek fryma. Vini re se si hyn në trupin tuaj dhe se si largohet nga trupi juaj, duke mos u përpjekur ta ndryshoni atë në asnjë mënyrë, thjesht duke marrë frymë natyrshëm. Tani, merrni frymë thellë dhe në fund të marrjes së frymës, llogaritni në mendje 1. Dhe në fund të lirimit të frymës, llogaritni 2. Merrni frymë gjatë duke numëruar 1 dhe kur lëshoni frymën, numëroni 2. Frymarrja juaj duhet të jetë e natyrshme, jo e detyruar në asnjë mënyrë. Numërimi nuk e çon frymën, numërimi e ndjek frymën. Përdorni këtë teknikë për të forcuar përqendrimin tuaj, derisa të mos e kërkoni më atë dhe të ndiheni se mendja juaj është shqetësuar. Vazhdoni të merrni frymë brenda dhe jashtë. Sa herë që vini re se mendja juaj është endur, butësisht kthejeni atë përsëri në frymën tuaj. Meditimi na ofron mundësinë për të parë se sa pak jemi të durueshëm, sepse nuk jemi mësuar të qëndrojmë të qetë kur ndihemi të mërzitur ose të shqetësuar. Ne zhgënjehemi me veten tonë për shkak se nuk jemi përqendruar mjaftueshëm. Këto janë mundësi perfekte për të praktikuar durimin në një mënyrë të re.
por nëse praktikojmë mjaftueshëm përmes meditimit, përfundimisht bëhet e zakonshme në jetën tonë të përditshme. Nëse akoma e shihni teknikën e numërimit të dobishme, vazhdoni të numëroni në mendje 1 kur merrni frymën dhe 2 ndërsa lironi frymën. Ndiqni ritmin natyror të frymarrjes, brenda dhe jashtë. Mendja nuk ka të bëjë me arritjen e përsosmërisë. Është një praktikë e pranimit, ashtu siç është. Nuk ka rëndësi se sa herë e humbasim përqendrimin tonë. E rëndësishme është se si reagojmë ndaj vetes sa herë që ndodh. Që të kthehemi në frymarrje me dashuri dhe dashamirësi. Prandaj, vëzhgoni frymarrjen, duke praktikuar ndërgjegjësimin dhe durimin. Sa më shumë që do mund të sjellim durim në praktikën tonë, aq më shpesh automatikisht do të jemi në gjendje ta ofrojmë atë për veten dhe të tjerët në jetën e përditshme. Pra, nëse është e mundur, sot kushtojeni vëmendje emocionit aktual, në vend që të gjykoni veten. Shikoni nëse mund të provoni të ofroni pak durim dhe dëmshuri, vetëm për të parë se si ndihet kjo. Të gjithë kemi nevojë për më shumë durim. Të gjithë kemi nevojë për më shumë dëmshuri. Dhe ndërsa mbaron praktika, lëvizni butësisht gishtat dhe këmbët, duke e kthyer vëmendjen tuaj në dhomë. Vini re se si ju bën të ndiheni akti i kthimit në frymën tuaj me një durim të përmirësuar. Tani, hapni ngadalë sytë. Urime për plotësimin e ditës së 6 nga 7 ditët e qetësisë. Kaloni një ditë të shkëlqyeshme dhe me zipres t'ju shoh këtu përsëri për ushtrimin tonë të radhës.